u vodh në vitin 2013 për shkak të materialit të kushtueshëm që pati. Por skulptori Agron Blakqori nuk u dorëzua që të sjellë sërish stolin kur rinte mendimtari. Ai së bashku me anglezët që udhëheqin programin e ndihmave të Manchesterit e sollën atë përsëri në Parkun e Paqes në Podujev. E për urimin u alan fëmijëve. Kam vjedhur për me shtit për alumin, edhe kjo është një kopje se janë ndërruajt kallupat, edhe kemi bën një kopje, tash e kemi bën në polister. Besoj që nuk i duhet kërkoj ky material, edhe po shpresoj që nuk kanë me dëmtuar. Përfaqësuesja e ndihmave të Manchesterit po thotë se mendimtarin, siç u quaj skulptura, e do qyteti. Të gjithë fëmijët e duan atë dhe kushdo që jeton në këtë rrethin e do mendimtarin. Shpresojmë që ai të jetë i sigurt dhe ata të përkujdesen për të, sepse mendimtari mendon se Podujeva është qytet i mirë. Por kjo nuk është skulptura vetme që u soll në Podujev. Kjo është një vepër abstrakte që kam punuar për disa viteve dhe kam vendosur të adhuroj për qytetarët që vizitojnë Parkun e Paqes. Shpresoj që skulptura të jetë në duar të sigurta dhe njerëzit ta vlerësojnë atë, jo për përfitime individuale, por është për komunitetin e Podujevës. Nazmi Elezi, zëdhënës në komunën e Podujevës, i tha Klan Kosovës me telefon se komuna ka një kontratë me kompaninë e pastrimit Uniteti, e cila bën mirëmbajtjen dhe ka nën kontroll edhe sigurinë në këtë park. E një rojtar parku që nuk deshi të identifikohej para kamerës, tha se bëjnë roje vetëm ditën dhe paguhet nga kjo organizatë angleze.